I të merruar nga e vërteta, I të merruar nga transparenca, ka 2 muaj që është ngujuar në zyrë, ka 2 muaj që flet me vete, ka 2 muaj që ka frikë. Por miq, u përpoq me çdo mënyrë, u përpoq me gjithçka, me arrestime, me korupcion, me përçarje, me çdo gjë, që Shqipëria të mos kishte opozit. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur. Edi Rama vazhdon avazën e vjetër. Edi Rama vazhdon mashtrime, shpifje, trillime. Por për 12 vite shqiptarëve nuk u tregon gjë dot I vepër, sepse kudo ka vjedhur dhe vetëm ka vjedhur.